Një tjetër kull pritet të ndërtohet në zonën e ish bllokut, duke reduktuar më tej hapësirën në këtë zonë tashmë të mbingarkuar me ndërtime. Kulla e re, e quajtur Greymouth Tower, do të ketë 18 kate mbi tokë dhe 4 kate parkimi nëntoksor përgjatë rrugës Sulejman Delvina. Projekti është i kompanisë Babasi të sipërmarrësit Ndriçim Babasi dhe është realizuar nga Ex Plan Studio për banesa dhe hapësira shërbimi. Me një sipërfaqe totale prej 10.500 metra katror, ky projekt shkel kufizimet e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë së Tiranës, i cili lejonte ndërtime deri në 7 kate në këtë zonë. Për të anashkaluar këtë kufizim, Babasi mori miratim nga qeveria, e cila i dha një përjashtim më 2 korrik 2024. Ky precedent është bërë tashmë norm, pasi në ish blok janë duke u zhvilluar edhe 12 kulla të tjera. Ndriçim Babasi, ish depute dhe ish presidenti i klubit të futbollit Tirana, është i njohur për aktivitetin e tij në ndërtim dhe industrinë e guroreve. Ai ka përfituar leje për shfrytëzim guroresh në Krujë dhe Shkodër dhe është aksioner në Vlora Ston. Gjithashtu, është bashkëpronar në projektin turistik Gon Perivol në Dhërmi dhe Himar, si dhe ka përfituar tender për pastrimin e inerteve pas tërmetit të vitit 2019. Ndërtimi i Grej mund ka nisur në një truall ku më parë ndodhej një dyqan dykatësh dhe një hapësirë parkimi. Transformimet urbane të ish bllokut kanë ngritur shqetësime mbi planifikimin afatgjat të qytetit dhe ruajtjen e identitetit historik e kulturor të zonës.